Në kuadër të aktiviteteve të djeshme të punonjësve të policisë nga të 8 sektorët e punëve të brendshme në kuadër të Byrosë së Sigurisë Publike në Ministrinë e Punëve të Brendshme, në lidhje me kontrollet e intensifikuara të qarkullimit për respektimin e rregullave dhe rregulloreve të qarkullimit rrugor në mbar vendin, janë lëshuar 1001 urdhërpagesa. Ajo që bie në sy për ditën e mërkurë është fakti që janë regjistruar 178 shkelje të kryera nga këmbësorët, si dhe shpejtësia përtej normave të lejuara. Më të shumtat janë kundërvajtjet e bazuara në drejtimin e automjetit me shpejtësi të papërshtatshme 279, pasuar nga parkimi i paligjshëm 241. Ajo që bie në sy për ditën e djeshme është fakti se janë regjistruar 178 shkelje të kryera nga këmbësorët. Ndryshe, siç theksuan nga MPB, gjatë ditës së djeshme janë regjistruar 84 pjesëmarrës në komunikacion të cilët nuk posedonin patent shoferi. Në 9 raste janë zbuluar vozitës të dehur, 6 vozitës kanë kaluar në semafor të kuq, ndërsa një shofer skuteri elektrik është gjobitur. Gjithashtu, 39 gjoba për kundërvajtje për mosvendosje të ripit të sigurimit, një kundërvajtje për mosvendosje të helmetës mbrojtëse, si dhe 34 urdhërpagesa për komunikim të kundërligjshëm në celular gjatë drejtimit të automjetit. Gjithashtu janë hequr nga qarkullimi gjithsej 22 automjete, 8 prej të cilave potencuan se kanë qenë me defekte teknike dhe 14 të paregjistruara.